Falenderoj Allahun fuqiplot I cili u ka dhënë një mundësi të artë dhe një shansë të veçantë që e keni këtë xhami, I keni këtë hoxhallah dhe e keni këtë xhamat. Është një mundësi e madhe që më ka dhënë Allahu të xhelal për të cilën mundësi vazhdimisht duhet të falënderojmë. Allahu është shpërblet fillimisht edhe muftiun I cili ka kriju hapësirë veprimi dhe punën për hoxhallar dhe që xhamiat të shfrytëzohen për qëllimin për të cilin ata janë bërë. Dhe alhamdulillah që në këtë xhami keni mjaft hoxhallar që së bashku me ju e kalojnë namazin e natës si imam dhe si ligjërues dhe lutim Allahun xhelal që vazhdimisht t'ju jap bereqet dhe suksese aty në jetën. Dhe të them, emocionet janë gjëra që vinë në momente kur I ngazmohet shpirti besimtarit me të mirat që shef. Dhe padyshim se ky moment në ky çast për mua personalisht është ngazmues edhe pse ka qenë edhe vitin e kaluar edhe më herët kur kemi dëgjuar që në Dibër, alhamdulillah, falet namaznate dhe vini numri I konsiderueshëm I besimtarëve për të kaluar netët e fundit të muajit të kuat Ramazanit në adhurimin më të rëndësishëm që është namazi I natës. Dhe lutem Allahun xhelal që këto të mira dhe begati që më ka dhënë të vazhdon dhe të ndihmon që të vazhdojmë këtë rrugë me lejen e Tij. Të nderuar, të gjithë na e dimë se qëllimi I namazit të natës është gjallërimi I netëve të fundit të Ramazanit në ibadet. Ashtu siç edhe ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vlefshin e fundit të Ramazanit e shtrëngonte rrypin, e zgjonte familjen dhe e shtonte ibadetin ndalor. Dhe pse ndodhte kjo? Për shkak të kërkimit dhe arritjes së një nate për plot begati dhe bereqeti, për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli për Ramazanin tha: "Wa fihi laylatul qadri man hurima khayruha fa huwa mahrum." Dhe në të është nata e kadrit, e kush privohet prej të mirave të saj është I privuar. Dhe kundërta, kujt Allahu ja mundson që ta ngjati netët e fundit të Ramazanit në ibadet, është I privilegjuar. Ai është I privuar e ti që mundohesh ta ngjallësh natën në ibadet, je I privilegjuar. Se të zgjodhi Allahu xhelal mes të tjerëve që është tani flenë, apo përrejnë rrugëve, apo rrinë kafeneve, të zgjodhi ty dhe ti e kalon këtë moment të qasët në ibadet në namaz, që ndoshta është edhe vështirë. Mirë po drejt të them, me këndimin e kanshëm të hoxhës të nderuar kujtimin që tani në dëgjova, që do të thonë që të tjerë nuk e kanë dëgjimin, leximin e kanshëm. Edhe një faqe edhe 2 edhe 3 tonë pak. Se padyshim edhe zëri I bukur I imamit dikon për ta lecuar vështirësinë e qëndrimit në kam, sidomos për ne. Pse për ne, sepse ne fatkeqësisht namazin e natës e kujtojmë vetëm Ramazan. Përfundon Ramazanin dhe përfundon namazin e natës. Paramendoni të më thrasin punë fizike të titari mu, që s'kam asnjë ditë për nevojë të punë fizike, çfarë do të them aty kam falë namazin smundet. Nuk kam përvojë, nuk kam istërvitë, nuk kam forcë, nuk kam energji. Po mirë, I kujt për gjemative që vazhdimisht e punon punë fizike, këto kam një mund për ta rregulluar fosfatë në turdo, në rrejë, në çfarë, në tek, dy lloj kushfi. Se ai vazhdimisht punon. Kështu edhe namazi natës, çelë ka vënë vështirë,
Pse? Sepse muaji Ramazanit është muaji i Kur'anit. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Muaji Ramazan është muaji i cili ka zbritur Kur'ani. Sidomos konkretisht Kur'ani ka filluar të zbret në natën e Kadrit. Dhe për këtë, besimtari që mundohet të kërkon natën e Kadrit të arrijë atë në 10 e fundit dhe në tek Ramazan të 10 e fundit, mundohet që ta kalon namazin të ngjallë natën me ibadet për të fituar bereqetin e saj, për të cilën Allahu dhe Allah inna anzalnahu fi lejlatil qadr wa ma adraka ma lejlatul qadr lejlatul qadri khayrun min alf shahr. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit, e dini se çka është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1 muaj. Dietarët e tefsirit kanë thënë nata e Kadrit është më e mirë se 1 muaj pa natën e Kadrit në të. Që nëse e merr kalkulatorën dhe llogarit 1.5 për 12 dalin 83 vjet pi 4 muaj. 83 vjet ymër. Pse? Tregohet në librat e tefsirit nga thonë se populli grupit e mëhershëm ka jetuar gjatë dhe kanë bërë shumë ibadet, kanë jetuar gjatë dhe kanë bërë shumë ibadet. Dhe muslimanët janë aty ka thonë ne ymri jonë është i shkurtër, siç thonë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a'mal ummati bayna 60 wa 70. Ymri i ummetit është mes 60 dhe 70. Do të thotë ymri jonë i shkurtër dhe na sa do që bëjmë adhurim dhe ibadet përsëri është pak. E ka dhënë Allahu dhe dhurat për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nata e Kadrit, e cila është më e mirë se 83 vjet. Do thotë gjëra të Kadrit që ti e arrin, a për të arritur është një gjallësh jetën e fundit të Ramazanit, me sinqeritet dhe me shpresë të madhe në fitimin e shpëtimit, siç ka thënë hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me lejë Kadri imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kush e kalon natën e Kadrit në namaz, e gjallon në namaz, duke besuar në Allah dhe shpresuar shpëtimin prej tij, i falë mëkatet e mëhershme, për kush e ka lënë veçën e fundit të këtij forme, e arrin në rrejetin e madh që ka përmendur Allahu te Kur'an dhe ja ka lënë popujve të tjerë, për shembull 14 Ramazan nëse ja agjeron, 14 Kadr nëse i arrin, herëmi janë 14.000. Pjesëtim për 12 llogaritë sa vjet bëhet ymri. A do shikoni çfarë bereqeti dhe rahmeti të madh na ka dhënë Allahu xhelal. E na a nuk duhet të jemi rreth falëndërues? U ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të falë namaz natë. Aq gjatë edhe aq vazhdimisht shpesh, sa që ju ajtën kam nga namazi i natës i rregull dhe i gjatë. E i tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allahu t'i ka falë mëkatet e mëhershme dhe ato që mund t'i bësh më vonë. Pse lodhesh ka shumë? Pse ngarkon vete ka shumë? Shikoni çfarë përgjigje dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fa afala takunu 'abdan shakura. A nuk duhet të jetë rob falëndërues dhe Allahut për ato që të ka bërë? Normalisht Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Allahu ja ka dhënë të mirën më të madhe që mund ta merr një njeri, ajo është pejgamberi. Dhe të s'ka dilemë. Mirë po edhe neve si musliman si e tha dhe ndjekës të rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ne ka dhënë shumë të mira, ne ka dhënë Islamin si fe, pas e brenda fesë Islamit ne ka dhënë negativë shumë të prekur edhe natë e Kadrit. Edhe na kemi nevojë për me falë namazin e natës vetëm në shenjë falëndërimit për Allahu për atë që ne ka bërë. Që fatkeqësisht shumë herë vjen shejtani edhe na bën fytyrë dhe vezvese për ta praktikisë namaz. Mirë po, duhet me luftu ju vetin e vetë dhe nefsin e vetë për të insistuar në ibadete për fituar këta të mira për Allahu subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, nëse ndalemi dhe i mendojmë të mira që ne ka dhënë Allahu, ato janë ka mundësi. Pastaj, nëse ndalemi dhe llogarisim falëndërimin tonë me shumë i vogël. Andaj për të shaka Allahu të dhënë wa qalilun min ibadi ash-shakur. Dhe pak për robërve të mi janë falëndëruesit. Dhe ndalë dhe mendojmë. Dhe ndalë dhe llogarit.
sa të mirat ka në Allahu dhe sa ti e falon atë. Do të vëresh vetë se je mohues dhe përbuzës i të mirat ka në Allahu. Ane përgjithësi, edhe kjo xhami, edhe kjo xhamat, edhe këta xhallat, edhe kjo atmosferë është begati, që vende tjera nuk e kanë. Na para se ti këtu ishim komshit e ju, ishim Gjoric, një fshat për fshatëve të Rëfinës. Dhe atëre për krejtë rejtë problemet peshë është të krejtë. Vetë mes të fshatëve. Elhamdulillah, a është gjestë dhe është një. Jo, elhamdulillah, në marri qëmeti është ma ima, ka ma shumë marë, mirë po përsëri, dhe Allahu Gjellar që e dera e ibadeti që ndështë, ndërkosh e donë së mundët, dikosh donë, po s'ka hapësi. Dhe për këtë që kemi nevojë vazhdimisht të adhurojmë Allahun, që të shijojmë të mira dhe të ne shtot Allahu pas të mira. Lutim Allahun Gjellar që të na jap sinceritet në këto vepra që bëjmë. Dhe përgjithësia më pas mëdha që do të bëjmë për adhurimin është sinceriteti. Se adhurimi i adhurimit është adhurim i fshehur. Dhe mund njeriu mos të agjeros dhe mos të kupton askush. Andaj nëse e bën sinqerisht për Allah. Dhe të marrim siksim që vazhdimisht mundohemi që veprat tona të jenë sinqerta për Allahun Gjellar dhe të mundohemi vazhdimisht që të bëjmë veprat në përputhje me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të qenë të pranuara te Allahu Gjellar, që të gëzohemi me të në dunjë dhe të gëzohemi me të ditë kur dalim për Allahu subhanahu wa taala. Elusi Allahun aman me emrat e tij të bukura dhe të cilët e tij larta, që të gjitha këto veprime që kemi bërë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit të ketë pranuar ja Rabbi. Elusim Allahun aman me emrat e tij të bukura dhe të cilët e tij larta, të gjitha lutjet dhe duat tona që kemi bërë të ketë pranuar ja Rabbi. Elusim Allahun Gjellar që të na ndihmon që këto ne që ne kam bërë t'i kalojmë në atë formë që të fitojmë nësinë Allahut Gjellar. Elusim Allahun subhanahu wa taala që mos lejon që të kalojmë